Prokuroria e posaçme ka paraqitur pretencën në gjykatë duke kërkuar shpalljen fajtor të kryebashkiakes së Roskovecit, Majlinda Bufi, për veprën penale përdorimi i funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore. Sipas organit akuzës, ajo ka shfrytzuar pozitën zyrtare për të ndikuar në vullnetin politik të një qytetari në prag të zgjedhjeve vendore të 14 maj 2023. Hetimet kanë dokumentuar një bisedë të zhvilluar në ambientet e bashkisë ku Bufi dyshohet se i ka kërkuar qytetarit të mos merrte pjesë në procesin zgjedhor dhe të mos angazhohej në forcat politike kundërshtare. Sipas prokurorisë, gjatë komunikimit janë përdorur edhe forma presioni duke i përmendur mundësinë e shëmbjes së banesës së tij me argumentin se konsideroi ndërtim pa leje. Në dosje theksojnë se këto deklarime janë interpretuar si kërcënim i drejt për drejt me synim ndikimin e zgjedhjes elektorale të qytetarit. Po ashtu, sipas akuzës, kryebashkiakja ka shprehur pak kënaqësi për qëndrimin e tij në mbështetje të kandidatit opozitës, duke e lidhur këtë me përfitime apo pasoja që mund të kishte një administratë vendore. Prokuroria ka kërkuar një dënim prej 1 vit e 6 muaj burg, po për shkak të procedurës së gjykimit të shkurtuar, masat përfundimtare zbret në 1 vit. Ky dënim pritet të konvertohet në shërbim prove për 2 vite, çka nënkupton se Bufi nuk do të vuajë dënim më burg, por do të jetë në mbikëqyrje ligjore gjatë kësaj periudhe. Çështja pritet të vendoset nga gjykata, e cila do të shqyrtojë provat dhe argumentet e palëve përpara shpalljes së vendimit përfundimtar.